Atmosfera brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 është elektrizuar, por këtë herë nuk bëhet fjalë për debate të zakonshme, por për dasmën e madhe tradicionale që Big Brother bën çdo vit. Çifti i protagonistëve Gimbo dhe Selin janë gati të shkëmbejnë premtimet në ritmet e tupanave dhe veshjeve popullore, por siç ndodh rëndom në atë shtëpi, harmonia është vetëm një fasadë. Prapaskenat janë nxirr nga aleanca e papritur mes Rogertit dhe Mirit, të cilët nuk kanë ndërmend t'i lënë të sapo martuarit të shijojnë lavdinë e tyre. Ja si po thuret plani për sabotimin e vitit. Shtëpia është transformuar në një midis festash shqiptare. Selin po bëhet gati me veshjen e rënd të nusave, ndërsa Gimbo po mban rreth vetes miqtë e tij duke u munduar të tregojë autoritetin e dhëndrit. Megjithatë, sytë të tyre nuk shkëlqejnë vetëm nga dashuria, por edhe nga frika se çfarë mund të ndodhë gjatë transmetimit live. Ndërkohë që të tjerët po provojnë vallet në cepin më të errët të oborrit, Rogerti dhe Miri po finalizojnë detajet. Ata nuk duan thjesht të prishin festën, por të shkatërratojnë narrativën e çiftit. Roberti ka planifikuar të ndërhyjë te lista e këngëve duke futur ritme që do të krijoni konfuzion, ose duke vjedhur momentin e valles së parë me një provokim të hapur. Njëri i njohur për ironinë e tij, po përgatit një dolli që në dukje duket urim, por që në fakt do të nxjerrë në pa të gjitha kontradiktat dhe lojën që Gimbo dhe Selin kanë bërë deri më tani. Plani i tyre përfshin ngacmime taktike ndaj Gimbos gjatë dasmës, duke ditur që ai e ka fitilin e shkurtër. Qëllimi të bëjnë dhëndrin të humbas qetësinë përpara gjithë Shqipërisë, pikërisht në ditën e tij më të rëndësishme. Ky plan, në sytë e publikut, duket shumë i shëmtuar dhe të gjithë janë gati të shikojnë se çfarë do të bëjë Rogerti dhe Miri për të prishur këtë dasmë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.